Përshëndetje! Mirë se erdhët në kanalin tonë të YouTube-it. Mirë se erdhët, jemi shumë të lumtur që mundemi të realizojmë këtë video për ju. Kjo është video jonë parë zyrtare, pas video që hodhëm ishte e njohje. Kështu që duhet ta nisim me këtë video për historinë tonë të lidhjes së dashurisë, se nuk mund të kishte video tjetër të parë përveç se kësaj, se këtu fillon të gjitha dhe pa lidhjen të dashurisë nuk do ekzistonte familja jonë. Apo videot në TikTok, apo YouTube, tjera. Me Instagram, po. Unë mendoj ta nisim që nga fillimi fare. Si ishte jeta jonë para se të njihnim njëri tjetrin dhe çfarë mendonim ne në atë kohë për lidhjet, për partnerin tonë, si do ta gjenim, diçka e tillë. Okej, fillo ti pa. Okej. Neve jemi njohur në vitin 2020, të gjithë e dini që ishte viti koronës, të gjitha gjërat ishin strikte, maska gjithandej, shkollat të mbyllura për shumë muaj. Edhe unë atë kohë nuk e kisha as pak mendjen që të gjeja një partner. Domethënë isha deri këtu e zë me punët e mia. Nga mëngjesi deri në darkë, merresha me shkollën, pastaj punoja mbas dite, edhe isha shumë e fokusuar tek golsat e mi, te ambicjet e mia, do të doja thjesht të plotsoja, të besha dikushin në jetë dhe pastaj të gjeja një partner. Isha thjesht 20 vjeç tek e fundit. Po ti? Në atë kohë unë jetoja në Londër, isha i fokusuar vetëm se si do beja lek dhe si do strukturoja të ardhmen time, edhe nuk e kisha mendje për martesa edhe për lidhje serioze, domethënë, por edhe për më tepër të gjeja një lidhje dashurie, siç e gjeta në mënyrën që gjeta Kesin, domethënë. Po, e vërtet është edhe unë nuk e prisja të gjeja një lidhje dashurie se si e gjeta Romarjan. As në ëndrat e mia më të bukura nuk e kisha menduar këtë gjë. Por fatmirësisht apo fatkeqësisht unë kam një mama që është super e bezdisur, edhe më merrte për ditë në telefon, edhe më thoshte kur do martohesh, kam gjetë një, kam gjetë dy, kishte bërë një listë papiri kështu të gjatë me nuse në mendin e saj dhe unë i thosha gjithmonë jo, se nuk është kjo mënyra që do ta gjej nusen time. Por në një moment të vështirë të jetës time që kalova në atë periudhë, gjithçka ndryshoi për mua. Edhe fillova të mendoja ndryshe, edhe thash do t'jap vetes time një shans. Në një ditë të zakonshme ku unë flisja me tezën time në telefon, edhe bëj dhe unë shumë shaka, na që më pëlqente edhe mua këto që më thori për nuse, gacmoja edhe vetë, na ke gjetë në nuse, na gjetë në nuse, se ngelem kështu. Edhe më thot për një vajzë nga Kuçova që studionte në Tiranë, dhe është shumë gocë e mirë, gocë e urtë, edhe mund t'i them një llaf. Më intrigoi disi mënyra se si ma tha, edhe thash pse mos t'jap një shans vetes time. Ku i dihet? I them tezës shiko këtu ja. Unë do të flas me të vajzë, po mos ki pritshmëri dhe unë do ta marr. Dhe se ato korat e vjetra që ta merrin nuse me vello, hajde merri në shtëpi. Thash unë do flas ku vej, po s'më pëlqeu, me respekt do t'i them, nuk bën dhe kaq. Edhe, okay, thot ajo flet me mamin e Kesit. Kesi nuk se ndjeni fare me sa. Jo, nuk di asnjë gjë. Edhe më jap mirë bëj ftesë Facebook. I bëj ftesë Facebook-un, hap Facebook-un e Kesit. Sa foto Kesi ka 15 vjeç kalama, me ato foto që për çafonte pemën. Ekziston akoma, mos ma gjurmoni Facebook-un, ju lutem, se do të provem. Shtange mund të them unë, kjo është kalama, i them marr tezën në telefon. I them, o tezë them, je sigurt të që është kjo, se ajo duket shumë e vogël, unë jam 25 vjeç, po tallesh dhe çfarë marr kalama. Plus që kishte një 3 ditë që nuk pranonte ftesën. Tash u beqo gjithë ky unë si bukur tu ja, u beqo më panë. Mirë i thot tezë do flasëm me mamin me Kesit edhe të shikojmë. Edhe thot ky Facebook është shumë i vjetër, nuk ekziston tha, po bëj ftesë në Instagram. Edhe futem në Instagram i bëj prap follow request. Kjo, prap që 3 ditë. 3 ditë pa më thyer mua. Thash, në aty më intrigoi edhe më tepër, thash. Çka ka kjo që nuk më pëlqen mua? Kjo parasysh kur ta bën këtë gjë dhe meshkujt e kuptojnë që të lënë atë, për shembull, çka ka, pse s'më pëlqen kjo mua? Çka ka mund që kjo nuk po më vjen? Edhe marr tezën telefon në rikosoj them, po ti po tallesh me mua, ti ai se kështu i thosë, unë ndjeva dhe ofenduar gjëja. Që pse s'më pranon. Mirë thas do flasim me mamin e Kesit prap. Edhe mami e Kesit pastaj e mori Kesin. Po, edhe atë natë sa isha kthyer nga puna,
flas me mamin se çdo ditë. Edhe ndjeva që kishte një gjë mami, se ti ishte skuqur në fytyrë dhe me shumë turp, se mami im për këto tema me mua nuk para flet, domethënë. Ju e dini mamat shqiptare. Edhe më thot, "Okej, si të them një gjë, ç'a ke mua tash? Hajde thuaje." Edhe nuk e prisja fare që të thosh, domethënë po e ndjeva që kishte një hall. Edhe më thot, "Kesi, ti e di shoqen time, e njeh shoqen time. Ajo ka një nip dhe ai të ka parë ty." Më ka parë mua edhe shumë. Po, edhe të ka bërë ftesë në Instagram, po ti nuk ja ke pranuar dhe më tha që pse nuk ja ke pranuar. Dhe shumë, ku e dija unë që më ka bërë ftesë, po respekt normalisht do ta pranoj dhe ama më shkruan do t'i flas. Pa pritshmëri, pa gjë fare ka nisur e gjithë situata. Edhe momenti i parë futem tek ata që më kishin ndjekur në Instagram, edhe shikoj ishin disa, domethënë dhe pastaj më thot mami mua që ky e ka emrin Romario, ky djali. Romario, okej, pranoj unë, accept request, edhe shikoj fotot. Që ishe përshtypje parë për fotot? Edhe shikoj fotot edhe kishte 2 foto vetëm. Çuna. 2 foto, që e mbajmë shumë mirë. Sepse në atë periudhë thash kalova një moment shumë të vështirë dhe i fshiva me Instagram i gjithë rrjetet sociale, u largova komplet në rrjetet sociale dhe e hapa pas shumë kohësh prapë edhe kisha vetëm 2 foto. Po kishte një foto që e para ishte një foto në Berat, te ura e Beratit ishte ulur atje, dhe e dyta ishte një selfie dhe kishte sy shumë të bukur, domethënë. Syt ishte gjë e parë që i pash, normalisht. Jo, ai ka shumë sy të bukur, domethënë është normale që gjë e parë që do i shikosh Romarios janë syt. E thash, që ka sy të bukur. Kaq domethënë, pa asnjë pritshmëri tjetër, Edhe i thash mamit që nëse ai do më shkruaj veti pari, unë do t'i shkruaj, po unë vete para nuk i shkruaj. Kur? Kështu ishte situata. Edhe pastaj i shkruaj unë formalisht, nuk mund të shkruaj në një gjë të madhe, sepse është ai, ç'është e vërteta se shumica do e quajnë blesëri, por nuk e quajnë blesëri, është thjesht dikush të njeh ty. Po kur janë njerëz më të mëdhenj ashtu mban siguruan që këtë respektin dhe nuk doja ta nisja ndryshe, ose tosha në një gjë të madhe që ta më merrte për keq, apo jo dhe nisa me një përshëndetje. Po, më tha përshëndetje, unë isha në punë atë ditë, kisha nisur herët, se në shkollë nuk shkoja, më duket nga korona, e beja shkollën online, edhe kisha shkuar në mëngjes në punë, nga ora 10 deri në orën 6, unë isha në punë. Edhe kisha pushimin e drekës, kur shikoj unë, mesazhi Romarios, përshëndetje, thash, më shkruaj ti. E mirë, dhe unë i them përshëndetje, edhe direkt, sa i them përshëndetje për 1 sekondë nuk them. Më thot, si e, ç'a po bën, më tha mua. Tash unë jam në punë, normalisht një bisedë normale, që kishin pak emocione të dy, të mund ta them, se dukej. Edhe pastaj më thot Romario mua, sa shipo bie këtu nga Londra. Edhe unë aty u acarova pak brenda vetes se thashun, më Buravec. Që ka pas Buravec. Po të them të drejtën, gjëja që mua më ka tërhequr më shumë nga Romario është mënyra se si ai zhvillonte bisedat, se si gjithmonë domethënë gjente diçka interesante për të folur. Më bënte për veten me ato mesazhet aq të ëmbla që më dërgonte. Në fillim ishte pak kjo pjesa që ishte shumë respekt, domethënë nuk bënte aq shumë shaka, po neve që në ditët e para na ka rrihet biseda vaj me njëri tjetrin. Mund të flisnim nga mëngjesi që kur zgjoheshim që i shkruaja mirëmëngjes, edhe deri në darkë, para se të fliej, dhe një detaj i vogël unë kur nuk i thoja natën e mirë Romarios. E ku se ke kuptuar? Të si të gjumi? Unë e di pse jo, nuk mos i të gjumi, po për shembull flisnim neve ti doja 5 minuta, për shembull për ta kështu, unë e çoja telefonin që ta karikoja, thosha do iki unë, edhe ti më thoja natën e mirë, më thoja ti, po unë këtë thoja mbrapsht, edhe thoja në mëngjes. Po, kjo ama më dërgonte gjithmonë mirë mëngjes. Po pastaj kur më thonte natën e mirë Romario mua, se më dërgonte. Po. Gjithmonë, nuk më haronte asnjëherë. Dhe unë i thosha do iki, domethënë do fles, jam e lodhur, jam nesër në punë. Edhe në mëngjes i ktheja, unë i thosha mirëmëngjes, më fal se më zori gjumi djegsh. Çdo ditë kjo punë. Çdo ditë ama më shkonte para mirëmëngjes dhe kjo më pëlqeu shumë te kesi, më bënte të ndihesha mirë. Edhe vazhdojmë këto biseda 3 muaj, unë sigurisht me Kesin e kam thënë në një intervistën time që bën në televizion që u dashurova me Kesin me shkrim të parë, kam thënë, domethënë me shkrimet tona se ne nuk kishim parë personalisht, edhe vendosa që të nisem për në Shqipëri për ta takuar.
në 30 gusht. Në aeroport bleva dhe ca suvenire, edhe bleva dhe një bryzullyk shumë të bukur të zvarok, se sa e pash, thash këta do ta blej, thash unë, se kesi më kësha thena së akoma po, që dhe dhe... Jo, po, asgjë. unë vajta e përgatitur ta mirë dhe paketoja, nuk e di, në mendin time kështu ishe, do bet gruaja ime, do me thënë. Edhe nisem unë, më bëri në Tiranë, po atë ditë me takuar, kam pritur në mëngjes. Po, në mëngjes. Më duket se kem pritur në darkë fare. Në darkë kam pritur? Po. Po, ke të drejtë, kam pritur në darkë, natën, po, se mbaj mend që... Mbaj mend që the që mbrita. Edhe që në mëngjes çohem unë ai tipi që isha me 3 çerekësha kështu, se ma kishte dhënë edhe këtë lirin që se kishte shumë problem që më shkruaj kështu. Edhe do veja 3 çerekësha më budall, më që ma kthej mend në këshuri dhe më ku do vesh ashtu ti më vishu se takimi para dhe këti. E mirë tash unë vesha me kollarisa në bukurova, vajta atje. Kesi jeton atër në 21. Vetëm pa emocione, nuk kisha emocione. Them të kisha krijuar të konfidencën time, edhe thosha lirshëm fare. Edhe i them unë zbrit poshtë. Zbret kjo, kur e shikoj Kesin unë, trupi e bukur, fytyra e vogël, super e lezetshëm, ato syzet e diellit, me fustani me vija, deri këtu. Fustan të bardhë me vija të zi, deri këtu. Kishte shumë trup bukur. Ati mua më fillon emocion, të më dredeshin gjujt. S'pa të që të veja. Po tha shumë, të më refuzoj fare. Edhe, po, fakti është që nuk e njoha se... nuk e njoha. E dija në vetë që ishte ajo, po nuk është lidhje me fotot në Instagram. Dhe ishte shumë e bukur. Ate u mahnita, do me thënë, u dashurova në me shikim të parë. Edhe e marrë telefoni, themun, okej, si ti e ajo me fustani e vija. Po, se ishte largë, po vinte nga rruga këtu. E keni parasysh te Mosherin aty, te 21 nga ana tjetër e rrugës, aty kisha shpinun, dhe kisha dalën, dhe po prisja. Edhe Romari po vinte, dhe unë pash i djaqë po fliste. Unë ishte në Iratin. Edhe pastaj më thotë përqafojën pastaj aty. Takojmë kështu. Përqafojën fort. Edhe aty ajo ishte ndjesia që ajo ndjesia shumë e mirë që kishim. Edhe dua të them dhe një detaj të vogël, do të thënë, unë kur takova Romarion, nuk ndjeva atë rrajën në zemrës, ato emocionet, sikur po të dridhe trupi, po ndjeva një paqe shumë të madhe, do të thënë, edhe kur shkuam tek kafja, ndjesha sikur kisha shumë vite që e njihja Romarion. Ndoshta edhe nga bisedat tona se ne flisnim shumë, edhe kishim treguar gjithë jetën tonë. E vërteta nuk është që ti nuk do aq shumë kohë ta njohësh një njeri, mendoj unë. Nëse ai njeri do që të tregoj veten tënde. Edhe Romari është i tillë, domethënë tregon të jep gjithë shpirtin ty. Edhe në atë moment e kuptova domethënë që ai që më shkruante dhe ai që takova ishin në njëjtin person, sepse transmetoi në fytyrën e tij, në sytë e tij, në veprimet e tij, në mënyrën se si fliste, domethënë dukej shumë genuine e gjithë gjëja. Edhe ndjesha shumë rehat dhe shumë paqe. Edhe vajtëm, mban në çështë shabler. Po, edhe kam akoma po më prishja ideja. Suveniri im i preferuar që më ka bler Romario është një autobus. Ai autobusi i famshëm i Anglisë, i kuq, është kështu mbajtës e Chelsea dhe shumë kohë mbajta Chelsea te ai. Pastaj kur e kam sjell këtej, një moment e mori ideja, më prishi, po e kam akoma që ta dini. Nuk e kam marrë këtu, t'ja tregoj, po s'ka gjë një herë tjetër. Edhe më kishte marrë ca magneta të bukura për frigorifer. Këto, gjëra kështu, suvenire për Anglinë. Po, atë autobusin e kam kështu të preferuarin tim. Edhe vetëm ne pim kafe te Monsheria për balë të Estinishi, mund ta dini. Ullëm të cepi këtej djathas dhe kemi pirë çaj boronice të dy. Si spija kafe atëre, nuk ishte ka që e kisha lënë. S'kam pirë kur. E kisha lënë alkoolin, kafen, cigaren të gjitha, e kisha prerë. Edhe i them unë Kesit që kam mbyllur një tavolinë të qerenit, ndarë do vem të ham bashkë. Sa akoma s'pëshe them po kjo mu, po prisja. Po ne thjesht u takuam për një kafe shumë pak, nuk ndajmë shumë, një orë. Një orë, ka shumë mika. Vajta shtim kështu, sot, isha shumë emocionuar dhe vete i shkruaj Romarios, ishte shumë e bukur që më takua. Jo, Romari më shkruan mua. Më shkruan tim duket, sa vetë, vajte në shtëpi më theni mua? Po. Vajte në shtëpi dhe i them po, vajta kështu edhe ishim të dy, njeri më i emocionuar se tjetri. Edhe vetë unë kisha marrë dhe makinë me qera, edhe për të marrë Kesin darkë, i bleva dhe një arush të roz, romantikve mo. Në fakt, të them të vërtetën, kam qenë që i vogël, i kisha shumë qeftë dhe kam qenë shumë tip romantik,
por me asnjë femër tjetër nuk e kam shpalosur këtë talent, domethënë nuk bëja kur dhurata. Me Kesin i dhash të gjitha, domethënë, të gjitha ato që kisha na brenda, atë romanticitet, ja kam falur Kesit. Edhe vleva te Arrushi, i mora dhe atë Brzylykun. Në ka marrë një Brzelyk nga Zvarovski, Me dy që është zemra. dy zemra që janë të E lidhura. bëra fakt shfaqur. kryer Shumë pon. Edhe ikim të Qereni në dark. Një takim jon i parë, domethënë, interesoi ishte dështim. Po. Dështim pse? Sepse Kesi kishte intolerancë a laktoza, dhe te Qereni çdo gjë ishte me qumësht. Me qumësht, me kos, me djath, Edhe edhe mish. viçi. Po, nas mishi nuk e konsumoja. Edhe kemi do ngren vetëm ter mish darkën sallat. Po. Po ti pse sa je mirë unë? Po unë do të mbështesa ti s'u ndaja ku do të shkoj masi. Me shkreti. Diqa për buks, po dia ishin flutra, po ishte barku që më dekërë. Isha po ki pse ha kaq pak, po më duket se nga stresi. E kështu e mbaruam darkën pastaj, edhe aty mua Romari më pyet edhe nëse doja të bëhesha e dashur e tij, sepse vërtet kishim 3 muaj e pak që flisnim bashk, por unë akoma nuk i kisha thënë po, akoma nuk di se si do shkonte marrëdhënia jonë, sepse dihet që ishte një marrëdhënie në distancë. Edhe unë nuk mund t'i them po një njeriu pa e takuar, pa e njohur personalisht. Edhe më tha mua, po ti vërtet nuk e them, do bëhesh i dashurimi apo jo? Dhe më shikonte kështu në fytyrë dhe unë kështu me të thashë po normal që po i tash. Nuk e di, ndjeva ta thoja po, se unë jam një njeri që siç më njeh Romaria në përditshmëri, jam një njeri që e mendoj, e stërmendoj një gjë, domethënë ta bëj unë një gjë do një vit. Po. Por me Romarian çdo gjë ndodhi shumë shpejt sepse ju thash që kishte një aura, një shpirt shumë të pastër dhe dalloi edhe kur e takova live e kuptova këtë gjë. Edhe nisemi ne për në shtëpi, dalojmë në Dajt, aty e dini është një rrugë aty, dalova me një cep. Anash dhe dukesh dhe Tirana dhe Po, ishte ishte dhe shumë e lirë. bukur, shumë bukur, me Dajt. Edhe i them Kesit unë, po e përshafova, më në të shuish në mrap. To, e di. Dhe them unë, po të botë të puthi, them unë, po kjo e veri shur, kishte turp. Po të them të vërtetën, Nuk isha ja, gati. të them të vërtetën, më bëj shumë qefi që më refuzoj, sepse do doja puthja unë e parë ishte më e bukur dhe më meritonte që puthja Kesit e parë ishte e bukur. Kështu do doja unë për Kesin. Edhe ikëm në shtëpi u ndam. Edhe puthja jonë ka ndodhur në 6 6 shtator, po. Në Zvërnec, në Vlorë, ato Zvërnec më bukur ato si shkëmbin të verdh aty. Po, më thot Romaria mua, ke një vend që do ta vizitosh që ke qef, edhe unë këtë vendin e kisha parë shumë mua në internet. Ky nuk është Zvërnec, nuk është se shkon në plazhin e Zvërnecit, ne shkon në një vend që është sekludit, që është i veçuar. Dhe ishte me disa shkëmbinj shumë të bukur si ngjyrë pana, kemi edhe foto, po, nuk ama do gjej një foto ta vendos Po, këtu. mund ta vesh aty Po, shumë. që ta shikoni, ishte një vend aq i bukur që e kisha parë në internet e nuk kisha shkuar kur dhe Romaria mua direkt, do shkojmë neve. E mirë, dhe i thashëm, okej, do shkojmë, po do bëjmë piknik, i thashun dhe do gatuaj unë për ty. Edhe thash unë, ky është plani perfekt për të ndodhur puthja e parë. Piknik, edhe sa të binte dielli, perëndimi, do putheshim me perëndimi. Vetëm në orat 12, ne Vetëm në ora shumë. 12 shumë. Ky ishte gabimi se vetëm shumë shpejt, hengrëm. 6 shtator, Edhe imagjinojeni vetë. Bente shumë vap, është lidhe në plasën, edhe s'po duroja kur do vinte ky perëndimi, thash nuk mundet të pesim perëndimin. E di pse, sepse atje nuk ishte çadra. Po s'kishte Ishte çadër, ne vetëm s'morëm shkëmbinj. çadër. Po s'morëm dhe një Edhe e thashun nuk do presme, po e kishim kaluar atë në moment ishte shumë e bukur dhe çdo gjë ishte shumë e bukur dhe për të ndodhur puthja. Atje pamja ishte shumë e bukur, deti. Edhe gjithçka thashun tani s'do presme, thashun babe, edhe i heq syzet unë. To, E kuftoj kjo është kreta. Edhe puthja e parë e Kesit ishte kjo kështu. Ja. Kajtë. Si pula. Edhe kemi ndenja 5 minuta në heshtje. Ka qishte. Kreta. Baby kiss, okej. Kaq. Unë s'jam shumë. Pas, normal është, okej. Edhe pastaj ikëm ne. Netëm dhe pak, bëjmë ca foto. Shkuam dhe në Vlorë, në qytetin e Vlorës, Pim pastaj një kafe atje dhe u kthyem në shtëpi. A më duket se shkuam dhe në Dërmia të ditë apo jo? Jo, është. Ajo është ditë tjetër, okay. Edhe ika unë në Angli përsëri. Edhe
Tani erdhi momenti që Romaria duhet të ikte, vizituam shumë vende, u kënaqem aq shumë, shkojmë në Dërmi, në Berat, shkojmë shumë vende, në Bogov, u kënaqem. Po pastaj erdhi momenti i vështirë që çdo çift që ka patur një lidhje në distancë kupton se sa e vështirë është kur duhet t'i thuash mirëpafshim njeriu të zemrës. Se është tjetër kur e ke aty për ditë, domethënë ne vërtet i shijuam shumë ato 2 javë që ishim bashkë, po pastaj kur iku Romaria unë në lot të sy. Se unë gjithmonë qaja, Romaria nuk qante asnjëherë. Ja, unë kam bllokuar unë. Qaja për qafoja kështu. Ne jam tip që nuk para qaj kollaj, them. Vërtet po jam i ndjeshëm edhe e di që jam i ndjeshëm, por nuk e tregoj shumë. Jo, është njëri. Por një gjë do të themi, ne që kjo historia jonë është një mesazh për ju njerëz të jashtë që lidhjet në distancë vërtet janë pak vështira në fillim, ama mund të funksionojnë dhe mund të jenë shumë të bukura në të ardhmen, nëse ka dashuri të pastër, komunikim, edhe besim të fortë njëri tjetrit, çdo gjë mund të funksionojë, sakrifica e gjitha për mua ajo sakrificë doli shumë mirë, edhe sot unë me Kesin kemi një familje. Edhe gjithmonë jepini një shans vetes tuaj se kur nuk e di çfarë mund të ndodhë. Mos u pengoni veten tuaj. Unë këta kuptova në jeta ime, i dash shansi vetes time dhe sot jam i fituar. Po, asnjëherë mos thuaj kur, domethënë çdo njeri që vjen në jetën tënde ka një leksion për të dhënë. Ndoshta mund të jetë edhe partneri i jetës tënde, siç ishte rasti im me Romarian, kështu që për aq kohë sa të dy keni si qëllim që të vazhdoni jetën bashkë, asgjë nuk mund t'ju ndajë, as distanca dhe as kusht tjetër. Rikthehem në dhjetor përsëri për të vajtur për takuar prindit e Kesit. I them Kesit nuk do të takoj prindrit e tu, e them, se ne gjithsesi e dinin të gjithë dhe me që ishte tezja në mes, unë nuk mund të nuk kishte kuptim që unë mos t'i takoja prindit e Kesit dhe unë ne kisha marrën për seriozisht, isha i sigurt për Kesin, edhe vetë e takoj, mora ca dhurata unë për t'i marrë të mira, edhe një lule për Kesin, edhe vetë edhe të shtëpi Kesi si burrat aty. Unë këtë ta marrë, do në vëzë. Jo, nuk thash ashtu, po ishte një moment shumë i sikletshëm, sepse e dini vetë, kur vetë takon të prindët dashurës tënde, doj të tregosh vetëm tënde më të mirë dhe ai ti je ai mashkull ideal, apo mos të tregosh edhe besoj se ndola shumë mirë, po jo. Shumë mirë, prindrit e mi u mahnitën me Romarian që në momentin e parë, më thanë që ishte goxha djalë, më thënë pasi iku Romaria që mbaruam drekën dhe këto, më tha goxha djalë, më tha babi. Dhe kjo për mua më thënë ishte lumturi sepse okej, do thuash nuk më intereson se çfarë thon prindrit, do ta marrun burrin, po mendimi i njerëzve që të kanë rritur është shumë i rëndësishëm, besoj unë. Aprovimi, po. Edhe pse duan ta japin te një djalë që do kujdeset, edhe do jetë do bëhet lumtur, do jetë më e mira për te. Po. Edhe aty kalon dhe pushimet tona të para vetëm. Edhe kjo është edhe një arsye që t'ishin dhe më të lirshëm që t'iknim ku donim, edhe nuk ishte pse fshihesh Kesi dhe mund t'tregova kush jam dhe mund ta marr. Dhe ikum në Korçë, vit i ri në Korçë është gjë më e bukur që mund të bësh në Shqipëri. Nuk e di, kemi shijuar shumë se ishim 2 njerëz, domethënë që po njiheshin ndërkohë, edhe ishim të lirë, nuk ishim as angazhimi, as fëmijë. Bërim qejf. Në Parisin e vogël. Po. Atje engro dhe gjobe, Muhammed. Po. Engro gjobe me koronë. Ti kishim maskën. Gjobe se kam paguar kur. Nuk e kemi paguar këti sa borxh do kemi. Po nuk e se i falit gjithë atë. Inshallah. Iki përsëri, edhe rikthehem në datë 12 gusht ku edhe bëm martesën tonë në bashki. Për arsye se unë desha ta merra Kesin në Londër edhe të bëni martesë. Edhe nisë dokumentacionet. Dhe atë vit kemi vajtur në Ksamil, një muaj mjalti, pas martesës sonë në bashki, me 2 veta dëshmitar, vajtur muaj mjalti në Ksamil. Kalon shumë bukur. Muaj mjaltit më i bukur në botë, 10 ditë vetëm për ne, kemi bredhur në çdo plazh të mundshëm, shkuam në Qeparo, në një shtëpi fshati shumë të bukur dhe kishte një mëngjes atje, edhe mëngjesi ishte pjesa jonë e preferuar, domethënë ishte si në fshat me petulla me djath, edhe ishte si një kupole e bukur kështu në kopësht. O zot, shumë vend i bukur. Kemi kaluar muajin e mjaltit më të bukur në botë. Iki përsëri në Angli, duke pritur që të dinë dokumentet, mezi po prisja që të na dilte
përgjigje pozitive që të mira kesin me vete. Fatkeqësisht ata na e refuzuan, më ka ardhur aq inade, më vërtetur aq shumë, jo për vetëm në arsyen që na e refuzuan, po sepse unë ja kisha bërë kushërinë tip dokumentat me një romuni që se njifte kur dhe si takuar kur, se në shkete dërgoj mesazhe, foto, Po, në të gjitha WhatsApp, provat. të gjitha provat, edhe ai mori më me refuzuan. Jo mua, po shumë shqiptarë kishin marrë dokumenta dhe unë që kisha të vërtet nuk i mora dot. Ishte të plasje në inati, domethënë. U mërzita, pastaj u ktheva në dhjetor përsëri, ku dhe u bëm një fejes. fejesën, po. Në 23 dhjetor edhe i kam propozuar. Kjo meriton një video më veten. Është një histori një tjetër. histori shumë e gjatë. E kemi në disk, kemi dhe një video të shkurtër në TikTok, po ajo është shumë pak, dhe historia ka shumë për të treguar, gjitha emocionet, ajo i kishte gjitha brenda, zenkat, bërtitura, të qeshura, të bredhura, po... Krip, piper, limon. Gjitha. Po përfundimi është shumë i bukur dhe ja vlen për ta parë, domethënë. Edhe pasi Mbarova fejesën, një fejesë shumë e bukur, edhe ajo një moment shumë i bukur, por ne kemi kaluar, kemi përcyer tërë shumë i bukur, nuk kemi ngren asnjë gjë, thjesht kërcim. As kemi piruj, as kemi ngren asgjë. Vetëm kërcim, dhe unë Romario. Thaj DJ nuk kam parë ndonjëherë si ju. Gjithë kaq, që kërcej kaq shumë. Edhe i ka përsëri unë, edhe aty vendosa dhe që të pas, sepse duhet të bënin procedurat prap në e para, kishte shumë punë edhe unë u lodha dhe më mungonte dhe kesë. E vërteta është që dhe unë dhe Romario ishim në një fazë shumë të vështirë. Atëherë, flisnim telefon dhe vetëm si je, më thënë kaq, se nuk kishim çfarë të bënim më, dhe ndjenim sikur do zgjate kjo koha dhe do vinte një në kaq Romario, do kalonin bukur 2 javë, pastaj ai do ikte prapë, pastaj do fillonte prapë rishtrimi. Unë ndjeja sikur më mungonte një gjë, thënë nuk vazhdoja dot mirë me jetën time se ndjeja që më mungonte një gjë dhe ai e njëjta gjë edhe për Romario. Thënë bënim gjërat tona të përditshmërisë, por në mungonte një gjë shumë e madhe, sepse lidhja jonë ishte forcuar aq shumë, dashuria jonë ishte rritur aq shumë, sa diçka duhej bërë. Kishim kaluar 2 vite. Edhe vendos që të le Londrën përfundimisht për të ardhur në Shqipëri dhe duke marrë kesin dhe të vinë fillojmë një jetë re në Greqi. Kishin dhe opsione të tjera, vetëm Spanjë apo vendime të tjera, po thash më mirë tu se kishim mbështetje edhe prindërit e mi. Edhe na ka dalë mirë, na pëlqen vendi, jemi në ishull, në rrethin, në shumë bukur. Edhe sot ne jemi me 2 fëmijë. Po thuaj se me 2 fëmijë. Po thuaj se po do vi. Edhe pak. Edhe me një familje të lumtur edhe me harmonia të gjitha dhe jemi shumë të lumtur. Jemi shumë mirë. Nuk do të ndryshonim asgjë, kudo që të ishim, mjafton të jemi bashkë. Kjo është rëndësishme për ne. Nuk ka rëndësi se ku jemi. Faleminderit shumë që na ndoqët. Kjo ishte historia jonë. Na suportoni, bëni subscribe, like dhe na lini koment nëse ju pëlqeu historia jonë. Edhe na komentoni nëse ju keni një histori të ngjashme ose një histori tuaj të dashurisë, do të qete shumë të lexoni, domethënë historitë tuaja dhe më shumë kurioz. Faleminderit që na ndoqët. Edhe mirupafshim, shihemi në një video tjetër.